Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se ardhët në takimin tonë të përditshëm në Money Report. Unë jam Genta Dobra, bashkë do t'jemi në vijim, do të shohim edhe lajmet më të rëndësishme të ditës, së pari zhvillimet për te ekonomisë. Në një përpjekje për të mbushur vakanca të krijuara pas shkarkimeve nga vettingu, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka emëruar 42 magjistrat të rinj, të cilët sot bëjnë betimin para se të marrin detyrën. Ata u emëruan në 11 gjykata të rretheve, nga të cilat numri më i lartë në gjykatën administrative të Lushnjës dhe gjykatën e shkallës së parë në Fier dhe Elbasan me nga 7 gjyqtarë secila. Por nevojat mbeten ende të mëdha pasi në gjykata duhen edhe 109 gjyqtarë. Tirana dhe Londra bashkëpunuan ngushtë për të ullur ndjeshëm numrin e shqiptarëve që shkonin në rrugë ilegale drejt Anglisë. Në një intervistë për BBC, kryeministri Rama tregon se pas marrëveshjes dypalqe, Shqipëria dhe Britania e Madhe krijuan një ekip të përbashkët dhe shkëmbimi i informacioneve në kohë reale solli suksesin. Rama përsërit ndërkohë se ndryshe nga marrëveshja me Italinë që ishte unike, në Shqipëri nuk do të ketë qendra pritje azilkërkuesish nga Britania, pasi kjo nuk do të zgjidhte problemin e Anglisë me emigracionin. Policia e Durrësit vuri në pranga 4 persona të përfshirë në konfliktin e ndjeshëm në një lokal në Manzë, ku vran 2 vetë. 4 të arrestuarit banor të Manzës dyshohen për mos kallëzim krimi. Veç të riut Daniel Pepa, autori i njërës prej vrasjeve, policia ka shpallur në kërkim edhe një 30 vjeçar që e ka ndihmuar të largohet, i cili akuzohet për përkrahje të autorit dhe mos kallëzim të krimit. Në këtë ngjarje mbetën të vrarë Florian Paluçi dhe Aranit Kurti. Mirë, do ndalemi tani për të parë me gjërësi zhvillimet që vinë nga ekonomia. Interesi për paketën e maleve ka qenë i lartë. Kryeministri Edi Rama tha se prej hapjes së thirrjes për të investuar në zonat malore të vendit janë regjistruar 4.000 aplikime. Ai kërkoi nga bashkitë që të krijojnë pavonesë një task force dedikuar për të zbatuar këtë instrument, si dhe të dorëzojnë brenda këtij muaji edhe me hartat me zonat ku do të investohet. 500 investitorët e parë që do të marrin dhe kontratën për 10 vite do përjashtohen nga taksat. Paketa e maleve synon të nxjisë turizmin dhe ekonominë në zonat malore. Ndjekim një pjesë të fjalës së kryeministrit Rama në diskutimin për paketën e maleve. Në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, kur territoret përkatëse aty ku 7.500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka, për 45 ditë, që dhe kjo është një afat që mund të bëhet dhe më i shkurtër, dhe në momentin kur nuk ka kontestime nga të tjerë që thonë jo se kjo është toka ime, atëherë personi i drejtohet ministrisë përkatëse me projektin dhe merr një kontratë e cila është një kontratë me €1, si që jepet një kontratë për një tokë publike, ai e bën investimin dhe deri kur të zgjidhet përfundimisht problemi dhe ai të regjistrojë në hipotek tokën edhe fal investimit, zotron plotësisht të drejtën që të bëj investimin. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e mbështetjes nga fonde të ndryshme, përfshirë edhe fondet e Bashkimit Evropian, kur ke në dispozicion këtë dokument, këtë kontratë, këtë marrëveshje të drejt për drejt të menjëhershme, pa burokraci, pa histori. Tani, ajo që ne nuk kemi pritur është që
procesi të ngeci aty ku në fakt është hapi më i thjesht dhe më i shpejt. Hapi juaj, që të përcaktoni zonat dhe t'ja çoni qeverisë. E thonë në këto zona ne duam të hapim rrugën e kësaj pakete. Duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë, ku përsëri ekziston mundësia e bërjes një investimi me karakteristikat e përcaktuara në ligjin përkatës, por që në atë rast duhet kaloj nga tjetër kanal. Tani, pse nuk bëhet kjo? Çfarë e pengon këtë punë që njerëzit të rrinë presin që t'ju hapet rruga dhe nuk kemi hartat e këtyre zonave të përcaktuara, vetëm Përmeti, Skapari, Elbasani, Belçi dhe Tropoja kanë sjell harta. Tirana është kthyer në një nga destinacionet e preferuar turistike në rajon. Platforma ndërkombëtare e turizmit Travel and Tour thotë se kryeqyteti shqiptar është transformuar duke ofruar një paketë të ndërthurur mes historisë, trashëgimisë kulturore, inovacionit për vizitorët. Përgjatë viteve të fundit, fluksi turistëve që vinë në kryeqytet është rritur ndjeshëm. Tirana është transformuar në një pikë qendrore për turistët e panumër që vizitojnë Shqipërinë. Platforma ndërkombëtare e turizmit Travel and Tour World shkruan se kryeqyteti shqiptar ka diversifikuar turizmin duke ofruar shumë mundësi për të gjitha kategoritë e turistëve, pasi integron modernitetin me traditat e pasura të trashëgimisë kulturore dhe bukurinë natyrore nga stin të ndryshme të vitit gjatë gjithë muajve. Një nga monumentet më ikonike të Tiranës cilësohet se është sheshi Skënderbej, i emëruar me emrin e herojit kombëtar të vendit ton, i cili është nënshtruar rinovimeve të rëndësishme vitet e fundit duke transformuar atë në një hapësirë të bukur dhe lehtë të arritshme për turistët. Kulla e Sahatit, e vendosur pranë sheshit Skënderbej, është një tjetër perlë historike që u rihap në vitin 2016 pas rinovimeve të gjera. Vizitorët mund të ngjiten në kull për pamje panoramike të qytetit, një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar një ide të planimetrisë dhe atmosferës gjallë të Tiranës. Sipas Travel and Tours World, por shumë pranë qendrës ndodhet edhe Muzeu Shtëpia e Gjeteve, që është një destinacion që duhet të vizitohet patjetër nga ata që janë të interesuar për historinë komuniste të Shqipërisë. Shtëpia e Gjeteve, dikur një ish-qendër mbikëqyrjeje, tani është një muze që shfaq historinë e spionazhit gjatë epokës komuniste. Ndërkohë që një nga shembujt më të dukshëm të transformimit modern të Tiranës konsiderohet piramida, dikur muze për diktatorin e ish Republikës Komuniste Enver Hoxha, piramida është rimodeluar dhe është thyer në një qendër kulturore inovative. Turizmi po bëhet një shtyllë gjithë një më rëndësishme e ekonomisë së Tiranës dhe Shqipërisë. Rritja e numrit të vizitorëve ka sjellë zhvillim në sektor të ndryshëm, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe biznesi për komunitetet lokale dhe duke stimuluar ekonominë. Kombinimi i historisë, kulturës, inovacionit dhe bukurive natyrore e vendos Tiranën si një destinacion kryesor në mendjen e vizitorëve ndërkombëtar dhe rajonal. Shqipëria është kthyer në një vend tërheqës për investitorët e huaj. Në 10 vjetorin e Këshillit të Investimeve zëvendës, kryeministra Belinda Balluku tha se në një dekadë janë trajtuar një stër problematikash për të përmirësuar klimën e biznesit në vend, ndërsa vuri theksin te vijimi i formalizimit të ekonomisë. Përshëndetje të gjithëve. Shqipëria ofron kushte të favorshme për të bërë biznes dhe për të tërhequr investime. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku në 10 vjetorin e Këshillit të Investimeve theksoi se në një dekadë janë ndërmarrë një sër reformash, ndërsa vuri theksin në vijimin e formalizimit të biznesit. Për ne, biznesi është motori, është zemra e zhvillimit ekonomik të vendit. Këtë e themi të gjithë pasi e besojmë. Pa një biznes të fuqishëm, të formalizuar, të mbështetur me politika të drejta, nuk mund të ketë rritje të qëndrueshme apo mirëqenie për qytetarët tanë. Ne jemi të vetëdijshëm që çdo vendim që merr qeveria duhet të reflektojë realitetin e tregut.
dhe sigurisht duhet reflektoj nevojat e sipërmarrjes. Ndaj, bashkëpunimi i ngushtë me biznesin është thelbësor. Sipas saj, bashkëpunimi i ngushtë mes qeverisë dhe sektorit privat është themelor për integrimin në Bashkimin Evropian. Sot, pas një dekade pune dhe angazhimit për bashkët, Këshilli i Investimeve nuk është thjesht një forum diskutimi. Ai është një instrument kyç për politikbërje të mirë, për ndërtimin e një ekonomie më konkurruese dhe padyshim të qëndrueshme. Angazhimi i qeverisë shqiptare është që ky këshill të mbetet një format i gjallë, i pavarur dhe i përkushtuar ndaj misionit të tij dhe në vitet që vijnë. Të vijojmë me këtë frymë bashkëpunimi, transparence dhe përkushtimi për një Shqipëri më të zhvilluar, më të fortë dhe më pranë Bashkimit Evropian. Financimet për bizneset me impakt pozitiv në mjedis do t'jenë në fokus të strategjisë Bankës së Shqipërisë, një aktivitet në bashkëpunim me Bankën Evropiane të Investimeve. Zëvendës guvernatorja Natasha Ametaj tha se taksonomia e gjelbër është një sistem klasifikimi që tregon në fakt edhe se cilat janë opsionet e investimit të qëndrueshme në aspektin mjedisor, ndërsa theksoi se arritimi i kësaj strategjie siguron një instrument thelbësor për orientimin e kapitalit drejt investimeve me ndikim mjedisor e klimatik pozitiv. Sipas zëvendës guvernatores, një nismë e tillë është një mundësi reale për transformimin e qëndrueshëm të ekonomisë në përputhje me objektivat kombëtar si dhe mbrojtjen e sektorit financiar. Përfaqësuesi i Bankës Evropiane të Investimeve në Shqipëri vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me Bankën e Shqipërisë dhe rezultatet konkrete, ndërsa theksoi se Banka Qendrore ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e një agjende gjithëpërfshirëse të financave të gjelbra. Kemi ardhur në fund të mani report edhe për sot. Zhvillimet të tjera i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare abc.news.al, po ashtu informoni në orale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, vazhdo ndajmë.